Shqipëria është ndër vendet me niveli më të ulët të mbrojtjes dhe përfaqësimit të punëmarrësve në Europë. Kështu tregojnë të dhënat e raportit më të fundit të Eurofound. Rreth 25% e punojësve në vend deklarojnë se në vendin e tyre të punës ekziston një sindikat, këshill punojësish apo forma të tjera përfaqësimi. Ky nivel e rendis Shqipërinë mes vendeve me mbulimi më të dobët në kontinent, në një kohë ku shumica e vendeve europiane kanë struktura shumë të konsoliduara për mbrojtjen e të drejtave të punëmarrësve. Edhe më shqetësuese paraqiten situata në lidhje me sigurinë dhe shëndetin në punë. Më pak se 1 në 4 punojës shqiptar deklarojnë se në kompanitë ku punojnë ekziston një delegat ose komitet për sigurinë në punë, ndërkohë që mesatëra në vendet e BE-s arrin në rreth 60%. Sipas raportit, mungesa e këtyre strukturave i lë punonjësit cilësisht në disavantazh për të ngritur shëtësime dhe për të adresuar problemet që lidhen me kushtet e punës, sigurinë apo mbrojtje shëndetësore në ambientet ku ushtrojnë aktivitetin e tyre. Studimi evidentoi gjithashtu ndryshimet që po ndodhin në tregun evropian të punës, ku forma fleksibël dhe shpesh të paqarta të punësimit po zgjerohen me ritme të shpejta. Sipas të dhënave të Eurofound, rreth 3% e punojësve europian deklarojnë se punojnë pa kontratë pune, ndërsa në disa vende deri në 15% të tyre pohojnë se orët e punës nuk janë të specifikuara në kontratë. Raporti paralajmëron se zgjerimi i formave të fragmentuara të punësimit, siç janë puna sezonale apo marrëdhëniet jo të qarta të punës, po rrit pasigurinë ekonomike për punëmarrësit dhe po e bën më të vështirë garantimin e standardeve të sigurta në vendin e punës. Në nivelin evropian, rreth 6 në 10 punojës deklarojnë se në kompanitë apo organizatën ku ata punojnë, ekziston një përfaqësues ose komitet për shëndetin dhe sigurinë në punë. Kjo përqindje ka mbetur pothuajse e pandryshuar krahasuar me vitin 2015, ku niveli ishte 59%. Megjithatë, raporti vëren dhe një rritje të numrit të punojësve që nuk janë informuar për ekzistencën e strukturave të tilla. Në vitin 2024, rreth 8% e të anketuarve thanë se nuk dinin nëse vendi i tyre i punës ekzistonte në një organ i tillë, nga 6% që ishte kjo shifër në vitin 2015. Prania e përfaqësimit për sigurinë dhe shëndetin në punë ndryshon ndjeshëm sipas madhësisë së kompanive dhe sektorëve ekonomik. Në krahun tjetër, sektorët me niveli më të ulët të përfaqësimit mbeten tregtia, hoteleria dhe bujqësia, ku struktura mbrojtëse janë dukshëm më të kufizuara. Raporti rikujton se Këshilli i Evropës përmes direktivës 89/391 EEC mbi sigurinë dhe shëndetin në punë i detyron punëdhënësit të marrin masa konkrete për mbrojtjen e punojësve dhe të emërojnë përfaqësues apo struktura përgjegjëse për parandalimin e rreziqeve në vendin e punës. Kjo direktivë është një pjesë e legjislacionit që edhe Shqipëria duhet të zbatojë në kuadër të procesit të integrimit në Bashkimin Evropian. Sipas raportit, panorama europiane mbetet shumë e ndryshme, ndërsa Shqipëria dhe Bosnia dhe Hercegovina regjistrojnë nivele të ulta të përfaqësimit. Vende si Finlanda, Norvegjia dhe Suedia kanë mbi 75% të punojësve të mbuluar nga strukturat të sigurisë dhe përfaqësimit në punë. Ekspertët theksojnë se këto diferenca lidhen jo vetëm me kuadrin ligjor të secilit shtet, por edhe me strukturën ekonomike, madhësinë e bizneseve dhe kulturën e dialogut social në tregun e punës.